Ky që po iket me vrap është Edisoni dhe ne për momentin po e lëm në vrapin e tij. Për ta nisur historinë nga fillimi, te kjo 23 vjeçare me origjinë nga Korça, e cila banon prej disa vitesh në Tiranë. Krahas shumë miqve të ri me të cilët u njoh në kryeqytet, ishte edhe personi i cili ende po vrapon. Thjesht vinte ke puna çdo ditë atje, edhe ditën e parë erdhi, më ngacmoi kështu, ditën e dytë më ka marrë Instagramin. Gjithçka do të niste rreth një vit më parë, kur vajza, e cila punonte si kamariere në një lokal në Tiranë, do të lidhej sentimentalisht me këtë djalë, i cili do t'i prezantojë asaj si një biznesmen. Ti që kështu si lekist, jo jam djali pronarit Lonç, se ky ka pas punën e Lonç. Po ky është banakier më duket. Por ky thoshte që jam djali i pronarit. Po, thoshte që jam djali i pronarit dhe thoshte që jam jo fol, jo dalim në kafe, në një gjë. Kam dalë në kafe, si sera muhabeti, ky më sa do të bëj dhuratë telefon. Okej, thash unë. Sa kohë folët me të? Pas një javë. Pas një javë ai tha që do të blej një telefon. Do të blej një telefon. Okej, thash unë. Por dukej se pas bisedave të mbushura me gënjeshtra, fshihej diçka tjetër. Të nesër më tha, do ikim bashkë te një miku im në blok të ble telefonin. Po ti duhet të marrësh ta një kredit në emrin tënd, se mua më shef babi kartat. Ndërkohë ky babi s'e ka fare gjallë. Po unë s'dija gjatë kohë. E ka marrë vesh më vonë. Kam fol me ata të jute, sa do marrë sa kredite jutja, nuk jam as e siguruar asgjë, thash. Thuaj tha që punon tha në kuzhinë dhe jep edhe siguracione. E kish zgjedhur ky se si ta merja. Kish fol me ata të jutes edhe kish marrë 1.700.000. Ndërkohë s'dija gjë fare. Se si ka vaj, se si ja kanë dhënë pa firmë pa gjë, se di. Pas 2 orësh më çon, më thënë blok, ka qenë servis telefonash më di. Kur vajta atje në dyqan, kishte shumë lekë në dorë. Dhe unë thjesht më kam marrë telefon e vitër, kam kaluar gjërat e riu. Tani ti ku shkove te dyqani i telefonave, nuk e dije që Edisoni ka marrë kredi? Jo. Nuk të tha që ka marrë kredi? Jo, jo. Kur më dha një flet, firmos se është garancia. Unë, me si pat keq, nuk është se e kam lexuar, se kam mendjen dhe e kam firmos. Dhe ty dyshon që firmosja e letrës nuk ishte garancia e telefonit, por ishte kredia që ju Po, kishte ishte kredia. marrë. Ai në emrin tuaj. Çfarë shumë e ka marrë? Ai kishte marrë 1.700.000. Ndërkohë telefoni sa ka kushtuar? Telefoni ishte 680 euro. dhe kjo zemërgjërsie të riut do të kishte pasoja të pa imagjinueshme për vajzën, e cila paprit mas gjendet në një situatë tepër të sikletshme. Më vjen njoftimi pas një muaji që duhet lani kestën e kredisë. Atje më ka iktur refare. Sa shuma që ti detyrohesh në total jutes? 2.040.000. Edhe kam kalu në zyrat ligjore. Se nuk domethënë pagoj kesat ai, se ta do viti paguaj ato 2 muaj, ka pagu korikun dhe gushtin dhe ata pas 3 ditësh na ka kaluar në zyrat ligjore. Pra, një telefon që duhet ishte dhurat, por në fakt është marrë me kredi në emër të vajzës dhe nuk ishte paguar asnjëherë, duke zhytur atë në interesa të kësteve të papaguara. Goxha dhurat kjo. Ndërkohë, pasi nisin përplaset e para për kredin, Edisoni nuk u mbet kohë për sqarime, por i bën vajzës një ultimatum. Thjesht nga që më tha vetë do ta marr telefonin dhe unë hajt më pa merr ky. Vetë më tha hajt. Kam qenë dhe unë naive në këtë rast, kam bërë gabim, kur i thashën s'do të flas me, ky tha mirë çik lekët tha, që ta marrë telefonin, tha ose më jep tha mbrapsht telefonin. I thash jo, i thash do t'jap lekët. I thash edhe 400.000 lekësh në dorë. Ai ishte tamam gol, që të bënte gol merrte lekët e dikte. Pavarësisht se siç e tham, kishim të bënim me një dhuratë. Sidoqoftë, kjo ishte gjitha sa na tha 23 vjeçarja. Ndoshta Edisoni ka një tjetër version të kësaj historie, që nisëros dhe përfundon me përmbarim. E don kuçi nga Pirania. Po. Se keni marrë kredi në emër të një personi tjetër? S'ka marrë kredi në emër të Sarës. Është vetë Sara shumë e vetëdijshme. I ke thënë do ta blejun telefonin dhe ajo e paguan vetë. Jo, kam qenë me Sarën, ke vate dyqani. Te dyqani kam shku me Sarën aty. Te dyqani ke shku pasi ka marrë lekët. Jo, vlla, jo. Pasi ke marrë lekët? Jo. S'ka bërë unë asnjë gjë. Nuk ka marrë kredi, thot, dhe këtu ka të drejtë, sepse vajza në mirëbesim i ka dhënë kartën e saj të identitetit, e cila është përdorur për të tërhequr shumën. Unë do ballafaqoj me Sarën, shkoj me Sarën. Nëse ka marrë unë emrin tim, do t'ja paguaj me një do t'ja Po kshu ke thënë, tani kredia ka shku për mbarim është zot. Do t'ja paguaj unë Sarës, nëse është ky muhabet. Tani do t'ja paguash ti, pasi ka kaluar vite gjysmë ka marrë. Sara shumë e vetëdijshme që ka bërë vetë këto muhabet. I ke thënë do të marr telefon dhurat? Ç'a telefoni dhurat është ky që më marr, ti marr kartën e identitetit? Të lutem, mos i bëni këto muhabete. Me Sarën ke qenë ku ke marr telefon, jo kam qenë te dyqani. Jo, s'ka marr kredi, ka marr telefon emrin e Sarës. Nuk kam lidhje fare unë me këto. Në fillim, i riu kërkon një përballje me vajzën, por më pas paprit mas largohet me vrap, duke na gjetur disi të papërgatitur. Por
pas pak qastësh do rron mendje dhe vendos të flas. Se vra po kot. Lutem. Hajde ikim të Sara, tani do të flasim. Po hajde ikim të Sara dhe flasim. Uli kamerat, lutem. Merë Sarën, vi aty të ulemi. Se ke paguajt më përpara? Se kam paguar se s'kam pas mundësi. Po pse nuk e ke thënë s'kam pas mundësi dhe ajo ta bllokoi? Ja kam thënë. Kam vaj për të marrë kredi tjetër edhe s'më kanë dhënë. I ke nxjerr dhe 100 justifikime. Si kam nxjerr justifikime, të lutem, mund ta heq atë, të lutem. I kanë shkullë dhe të shtëpia për mbarime, ke futur sharr me familje. E di sa e rëndë është kjo. Të lutem. E di edhe unë se sa e rëndësh, po të lutem mos i bëni këto gjëra, të lutem se kam 500 probleme. Nuk ka njeri pa probleme Edison. Të madhe kështu. Pasi kishte muaj që ishte fshehur vajzës duke mos u përgjigjur për borxhin, tashmë i riu premton se do ta paguajë kredinë e marrë në emër të saj, ndërsa na thotë se është kërcënuar nga e reja dhe nga njerëzit e saj. Dime to? Ato që më ka kërcënuar mua Sara e gjitha. Ja, do të shikojmë me familje, me i dashur i saj, çfarë ka tani atë djalin. Ka kërcënime. Unë do të marr zvarr, do të vrasë, do të bëj, vetëm po të gjeta. E njefti atë djalin që jo, se nuk e njoh. Më ka marrë edhe në telefon. O vëlla, do vete unë do t'ja. E ke futur mund t'ja paguaj unë Sarës tash, të gjitha, 1.000, kokër më kokër. Po të flas njëri. Do t'ja bëj me notë e ri, do t'ja paguaj unë gjithë. Premtimet e dhëna dëgjohen edhe nga vajza, e cila po priste aty pranë. Dy të rinj që dikur ishin aq të afër me njëri tjetrin, janë kthyer në armiq të betuar. Gjithçka për një telefon. Si s'dukesh, fik numrin e Tara. S'kam më. I mora lekët ti, i mora unë lekët gjë. S'ka marrë kredi unë, ke që me mua aty ku ke vajt kemi firmos. Po kush vajti më? Do ikim bashkë hapin kamerat atje, në rregull. Po do vëmë te dyqani i hapim kamerat, si duhesh ti. Jo në dyqani, te jutja në banka, kush i mori lekët? Ka vajtun te jutja fare te banka. Ke marrë online, si bot online kjo si. Ka marrë online, ka vajt kjo ka firmos për telefoni, kemi vajt kemi. Por kush ka marrë lekët në jutja, se mua atje më thatë firmos se është garancia telefonit. Kam firmos tek flet. Jo, Sara. Kontrata ka 20 flet, në rregull. Firmosa tek flet. Do vëmë atje ta kap me atë. Sa i ka qenë shoku jot, s'm thej që është shoku im në blok. E njoh. Është shoku jot. Ka lidhje. Po tush brenda kësaj jave do vetë ta mbyllum. Po çfarë do të them se kish janar gënjen ore. Brenda kësaj jave. Pastaj fik telefonin. Po tani ç'duket kjo ore, po e largohet sot ku ikën jashtë shtetit. Nuk kam ku ti ikë jashtë shtetit, se jam me detyrim paraqitje se më ka kapur alkool, nuk kam ku të vetë. Po, kam edhe letra. Po, mashtrimet e tjera. Jo, s'kam bërë mashtrime gjithë deri. Pas kësaj bisede me tone të larta dhe mosbesimi që vajza ka ndaj tij, Edisoni gjen një zgjidhje. Or do ta paguaj unë 1.1, do shkojmë tani te puna e mamit tim, do vëm unë, do nis mamit vetë marr kredi. Tani më shtu në punë te pazari i ri, do vemi tani bashkë, ose ti s'beson. E ndërsa nisemi për ta takuar, rrugës në makinë, dyshë rrëfen më shumë rreth njojës dhe raportit që kanë patur. Jo po unë kam, jo po unë do ble 2000 euro disje, jo po unë kam lek, jo po unë kam dashnore, jo po unë jam. I kam mesazhe të gjitha. Lekisti. Te pazari i ri është pur mami. Oj, kjo e kam mami në Zvicër më thanë mua. Po mami ime është këtu më ti. Pse e njoh mami tënde? Po e njoh këtu është pra. E kam foto, po më, se më thënë nxjesh në një komshije e kam marrë. Nga sa kuptojmë nga bisedat, raporti mes të rive ka qenë një kategori të ngjashme me kap çfarë të kapësh, me vajzën që gjithmonë kërkonte të negocionte. Por tani është momenti të mësojmë se si do të zgjidhet problemi i kredisë. Do ta rregulloj pa. Jemi rregull, ç'është më mirë. Dëgjoj, unë do të çoj te puna ku punon ajo lekët 1.500.000 euro, do të vetë paguaj pjesën tjetër. Pjesën e vet. Do merrem unë te mos keni merr. Premtimi i kësaj nëne për të shlyer detyrimin e të birit u bë realitet vetëm pak ditë më vonë. Brenda afatit që ajo vetë caktoi, duke i hequr një bar vajzës 23 vjeçare, por edhe një pesh faj djalit të saj. Fole me nënën e Edisonit pas bisedës që ne patëm atë? Po, kam folur edhe jam dakord bashkë, më dha 400.000 lekë, që pagova një pjesë të kesë dhe pjesën e mbetur, sa që do laj unë, s'kema punë ti.